Pas goditjes së Rama, po thua. Po sigurisht 100% me të gjitha të mënyrat e mundshme. Ti e pesë çfarë bëri Rama si domethënë që të vendoste njeriu në vetë Bashkinë e Tiranës. Ti e pesë çfarë bëri Edi Rama domethënë duke u thonë të gjithë socialistëve as edhe një fjalë për Erion Velien. Ti e mban mend këtë gjë. Pastaj ti e di shumë mirë domethënë që Erion Velia, njeriu të cili ka atakuar më së shumti madje gati edhe me emër është Ulsi Manja, që thoshte do t'ja hedh thoj në fyt. Po, tani ti beson red që Ulsi Manja që ka kaq shtrim sa të bëj një veprime me kokën e tij pa e pyetur Edi Ramën? Cili është ai njeri me mendje të shëndosh që e beson një gjë të tillë? Tani mos bëjmë domethënë, Edi Rama nuk e donte Erion Velien më në përkëmb. Pse? Sepse Edi Rama është si puna e Saturnit, që hap birin e vet kur vjen muhabeti. Është si puna e Enver Hoxhës, që për shkak të qeverisjes së gjatë do bëj kokatuku me sradhët e tij që të mbaj pushtetin e vet. Se s'ka rrugë tjetër. Po s'ka rrugë tjetër. Tani këtu është spaku. Çfarë nuk duhet të ishte dhe çfarë është. Ku s'jam unë dakord me Berishën tani? Sot perceptimi i spakut në Shqipëri ka një perceptim, le të themi, pozitivist. 70-80% të njerëzve duan spakun. E duan nga një lloj populizmi idiotesk, them unë. Po jo të gjithë janë në njohuri soret, që i kuptojnë gjëra ndoshta kështu siç i kuptojnë ne tre këtu. Njerëzit shikojnë domethënë, ja futi, ja preu, ja bëj qenit e ke parasysh, prandaj e duan spakun. Turmat gjak duan? Turmat, tamam fix, turmat duan gjak. Pavarësisht se kjo është idioteske mo, po ta them edhe një tjetër. Strategji po. Si strategji, është idioteske mo, nuk mundesh të duash gjakun, nuk mund ti duhet të jesh një njeri që duash të drejtën. Ama për efekt elektoral, unë mendoj që Sali Berisha dje, sot dhe nesër është duke gabuar në raport me spakun. E mos e s'është aq shumë duke sulmuar. Po pra në momentin kur Edi Rama thot Altin Dumani, është një burr i mirë, lart pamës, personalitet. Se kështu tha para 3 ditë. Ne i dham shpatën, tha, se s'kishte shpatë. Po pra, është personaliteti, thamosh, është personalitet. Kur Edi Rama thot kështu, ti mendon që Edi Rama e beson këtë gjë? Edi Rama do me gajle do ta hajë gjallë Altin Dumani, me gajle. Por është në fushat elektorale dhe do të fitoj popularitetin, votat e atij militantit socialist dhe jo vetëm, i cili është pro spakut. E pethot si tha Edi Rama, e do që të bëhet ky Shqipëri, e do që të bëhet ky vend. Ore, po ai flet, nuk i flet Altin Dumanit. Ai flet surrogatëve që do shkojnë ta votojnë nesër. Që do t'i gënjej, duke u thonë pasaportën e Europës. Gjë që më vjen keq që Berisha nuk e bën. Ti s'mund dalësh aty dhe të thuash domethënë tani ky spaku po. Ore mund të jetë vërtet ajo që thot Berisha. Po për efektin elektoral që ti ke momentalisht, për mendimin tim është e gabuar. Jo, ajo që duhet të pyesi avokat është dosja me Gonigal. Është e mbaruar dosja me Gonigal, të ta them në 2 fjalë si e shoh unë. Spaku nuk ka nevojë fare të hetojë të çështjes me Gonigal. Po fare. Nuk ka më nevojë. Mjafton Spaku t'i bëj kërkesë Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministria e Drejtësisë t'i bëj letër porosi gjykatës së Washingtonit dhe gjykatës New Yorkut, se janë 2 çështje të ndryshme, 2 çështje të jo të barazimisë me njëra tjetrën. Të marrë letër porosin, çka ka ndodhur në gjykatën e Washingtonit, dënimin me Gonigal, çka ka ndodhur në gjykatën e New Yorkut, dënimin, çfarë është marrë aty, të gjitha, ti marrin këtu edhe e kap gjyqin e bërë. Nëse njëri tanë si thoshte që për dosjen e New Yorkut, Edi Rama përmendet në 14 herë në fashikull, më thon ka që burr. Ti nuk ke nevojë të shpikësh aty. Po. Almer, pse doktori sot solli me Gonigalin në vëmendjen në fokusin e opinionit publik, ndryshe nga herët e tjera? Shiko, Amerika... A është një mesazh, këtë duhet kuptoj. Patjetër që Amerika pas ardhjes Donald Trumpit është kthyer si epiqendra ku të 2 forcat politike kanë si etalonin apo diellin ku furnizohen dhe energjizohen në raport me mesazhin që i sjellin publikut me ato valencat që duan t'ia përcjellin duke marrë një lloj karikimi energjik politik dhe më pas të lloj karikimi ta përçojnë këtë lloj energjie tek njerëzit që neve po sjellim Amerikën, ky është dielli i Amerikës që na ngron ne dhe ne kemi pranë Amerikën. Dhe doktori është duke i thënë shqiptarëve, shikoni zotëri, ky njeri i cili për fatin e mirë o për fatin e keq po qeverisë sot, po deklaron që do u sjell BE-n, që Rama po ta vënë re ka ulur këtë lloj doze, nuk po përmend më BE-n. Çuditërisht, javën e fundit shikoni diskurin, e ka ulur, nuk po përmend më çështjen e antarësimit në BE.
Si e lexon këto? Dhe unë shoh që Rama ka marrë edhe një lloj sinjali apo ka pasur edhe një lloj kundrapeshe me mesazhet e liderëve europian, të cilët janë shprehur që nuk mund të ketë antarësim të shpejtë Shqipërisë, sepse Rama pretendonte që ne do antarësohemi në fal gjeopolitikës, jo fal kontributit dhe arritjes së përmbushjes standardeve nga ana jonë. Po. Sepse Rama nuk mund të përmbush standardet me shkollën me 4 nxënës dhe 20 mësues të cilët janë patronazhistë apo janë për çështje efekt votash. Pra nuk arrin të standardet. Tani, duke qenë në këtë lloj situate, Berisha kërkon t'i thotë shqiptarëve sot, juve keni përballë një njeri i cili ka probleme me Amerikën ndryshe nga mua, që unë kam partner, sepse unë kam pranë atë Lasivitan, kam lobistin tjetër, Manafordin, pra unë kam pranë këta njerëz, ndërkohë që përballë meje është njëri i cili ka problem. Ka luftën me Megonigalin personalisht. Është një njeri i cili sot është njollosur në Amerikë si çështja e i përfshirë në aferë si çështja e Megonigalit. Pra, është duke anxhirë Edi Ramon si njeriu më pak të mbështetur në SBA dhe njeri që nuk gëzon më respektin e SBA-s sepse dikur e ka pasur këtë fal lidhjeve të Megonigalit dhe lidhjes George Sorosit. Po. Pra Edi Rama në SBA shihet njeri i cili e pret një fat tragjik sipas doktorit, dhe ky fat tragjik nuk duhet të jetë i lidhur me fatin e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Prandaj ai thotë që ju do të distancoheni, do të rishikoni pozicionin tuaj në raport me votën për Edi Ramën. Por a ngjit kjo në terrenin politik shqiptar, a ngjit kjo në syrin e shqiptarëve? Unë mendoj që nuk ka në një pritshmëri apo në një lloj ngjizje e mendësisë shqiptare me goditin në Amerikë. Sepse Edi Rama ende perceptohet si njeri që nuk është nën grada, perceptohet si njeri i cili ka marrëdhënie me SBA-n, është njeri i cili perceptohet që ka disa lidhje që i shërben Amerikës dhe gjithmonë po t'i pyet shqiptarët në biseda kafenese, sepse shqiptarët janë mjeshtrat politikës dhe të argumentit të paktën të sipërfaqësor, thonë si më zotri Edi Rama ka problem me Amerikën, ai dha dhëndrit Trumpit i dha Sazanin, e keni gabim. Pra, unë mendoj që shqiptarët e konceptojnë edhe perifrazojnë këtë në diskutimet kur ti marrë të ulësh ja. Të largohemi ne nga këtu dhe vërë dy shqiptarët normal ta thonë këtë gjë, të ulen këtu në vendin tonë. Atëherë, çfarë do të bëj Berisha për ta stimuluar dhe për ta godituar më fort këtë gjë? I duhet një lëvizje e vet brenda llojit. Çfarë do thotë kjo? Që Manafordi dhe Lasivita Berishën duhet t'i heqin gurin e rënd që ka mbi shpinë, t'i heqin nën gradën. Dhe heqja nën gradës Berishës automatikisht para zgjedhjeve do sillte një rekord mbështetje dhe një rizgjim të shoqërisë shqiptare ndaj këtij individi, sepse do shihej si njeriu i cili u ngrit nga hiri. Si mesazhi i Donald Trumpit. Është njeri i cili tashmë shqiptarët e kanë të qartë që ky njeri me Amerikën i ka gjërat vaj dhe e ka ky marrëveshjen tashmë, shprish marrëveshje me Ramën. Por sot askush nuk e lexon dot se kush e ka marrëveshjen në Washington. Sepse ka ardhur Lasivita ka thënë që unë jam njeri privat. E ka dhënë mesazhin për socialistët ai. E morën, do thotë që ky nuk është i Trumpit. Pra, i të kurri, e dallgën e madhe, e frenoi që ky njeri është i Trumpit. Dhe nga ana tjetër, edhe Berisha non grada, por ndërkohë edhe Rama i cili perceptohet me këtë fuqinë e lidhjeve të tij të ngushta, të lidhjeve të nëndeshme, nuk ka një qartësi të dukshme të situatës se kush është faktori i rëndësishëm dhe partneri i SBA-s aktualisht në Shqipëri. Është Berisha apo ai është Rama? Nëse Berisha do tentonte luftën e vërtet, do të paktën nëse do merrte një vizitë të zyrtarëve amerikanë të ambasadës amerikane në Seli, do të merrte qoftë dhe një mesazh nga zyrtarë të lartë amerikanë, besoj që këtu do të flisim për një situatë ndryshe të Partisë Demokratike, dhe unë mendoj që është një vije holl që tashmë një fije cigare që një flet që e ndan atë dallgën. Pra, unë besoj që dallga e shpërthimit është se duke parë gjithë argumentet që renditi doktori këtu, janë argumente që qëndrojnë, që shqiptarët duan ndryshim, problemi është që po frenohen nga ndryshimi. Unë them që s'është asnjëri as tjetri. Për çfarë? Unë them që në Amerikë as Rama dhe as Berisha nuk ka se Amerikanët kanë partner në Shqipëri dhe gjithmonë kanë partner qeverinë. Thash edhe një herë. Si individ është tjetër gjë. Po për individin pra, nëse ngritet tezën domethënë që nuk dihet akoma se kush është në avantazh midis Ramës dhe Berishës në raportet me amerikanët. Unë e lexoj sikur amerikanët nuk kanë ndërmend të kenë as Ramën dhe as Berishën në këtë histori. Sepse ndryshe, Almer, nëse do ishte domethënë që këta vërtet do të dëshironin që t'i jepnin një dorë
saliberishës dhe opozitës në tërësi sot për sot, e kishin shumë kollaj. Marco Rubio një dekret e ka atë, është administrative non grata. Ja kemi shpjeguar 1 milion herë njerëzve. Lehet se shangren këta historira, jo janë ngritur 15 organizata, jo agjencie drejshë shejtanët birë. Ai është non grata, është një akt administrativ. Si kundër është vënë edhe hiqet. Nuk ka shkuar në kongres non grata për të miratuar dhe pastaj për ta miratuar do ta çosh edhe një herë, për ta hiq do ta çosh edhe një herë në kongres. Është një akt administrativ, një urdhër i sekretarit të shtetit. Ato të Hungarisë. Jo, pra siç ndodhi. Pra do të thotë, po ngre tezën këtu, Almer, që unë besoj që dhe në Amerikë nuk është se duan fort, domethënë që Berishës t'i jepet një dorë. Unë besoj që sepse mendojnë, logjika ime është e tillë. Besojnë dhe ata në një klasë të re politike në Shqipëri. nuk është ashtu. Almer, po ta duan ndryshimin ja heqin non gradën, apo jo? Ka një shiko çfarë mendoj. Unë mendoj që mesazhi mos heqjes non grada, si duhet lexuar? Unë lexoj kështu. Nuk sepse duket që sikur i thash një prerje me thik mendimit të Nardit është gabim në absolutizmet që mbajmë qëndrime. Jo më qëndrime, unë e shikoj kështu thash. Dakor, shiko si mendoj. Jo, qasja ime që ta preva kështu që nuk është kështu sikur absolutiste, nuk duhet të jem absolutist. Unë mendoj që Partia Demokratike nuk ka luajtur mjaftueshëm dhe shpejt për të lobuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës. E dim që neve jemi në fund të botës dhe kur shkon, pra kujtojni që është një njeri i cili ngrihet nga fshati dhe vjen takon dikën në Tiranë dhe i qan hallin. Ndërkohë ti në Tiranë nuk e di se çfarë halli ka i fshati në fund të botës atje që s'ka ujë. Pra të vjen dikush i qan hallin. Dhe unë mendoj me kredenciale dhe raportet diplomatike apo raportet lobuse, Partia Demokratike nuk ka qenë mjaftueshëm e zgjuar dhe vëmendshme që të lobonte deri në këtë lloj pike. Është e vonuar. Sepse unë mendoj që Partia Demokratike është në një kazus me Donald Trumpin. Absolutisht, si kazus e ka. Çka do të thotë? Që Trumpi ka luftuar Sorosin, njerëzit e Sorosit e kanë luftuar që ai të mos jetë president, drejtsinë ka kapur Sorosi. Të njëjtin kazus ka dhe Sali Berisha, që ata pajtohen këtë gjë se i shërben njëri tjetrit. Por pas zgjedhjeve, pas ardhes në pushtet, Donald Trump i ka hallet të tjera. Ti duhet t'ja rikujtosh si ai si ndodh këtu në Shqipëri që o zotni, pati premtu për një vend pune ai, kur vjen pushtet harron ai që bëhet drejtori i staj, sta jepet vendin e punës. Pra po e shpjegoj banalitet. Ti duhet të thosh, vllai, ha se premtove para zgjedhjeve, do të futesh punë apo jo? Këtë gjë bëri Paul Manafort se bën askush. Shiko çado, unë kam i shpresë që do ketë lëvizje, më kupton, që mund të ketë lëvizje, sepse ka një lloj pritshmërie për heqjen e non-gradës. Sepse vetë Rama e tha, në një dalje publike e tha, e citoj, tha që heqja e non-gradës nuk do të jetë një zhvillim që mund t'i japi atyre favor, pra. Edhe ai tha, edhe Trumpit vit vetë nuk e ndryshon rezultatin. Pra edhe Rama është në dieni të lobimit, por unë mendoj që Partia Demokratike është e vonuar lobim. Pse e them këtë gjë? Sepse njeriu që po lufton më fort sot nuk quhet Sali Berisha në Shtetet Bashkuara të Amerikës, quhet Fatmir Mediu. Sepse janë hallet e tij personale, raportet që ka atje, pra është një lojë e vetë me Fatmir Mediu që një segment që në pjesë të këtij segmenti është i përfshirë dhe Berisha që i intereson. Por unë mendoj që Berishës i duhet ende kohë ose i duhej më shumë kohë në angazhimin që do të kishte për te oqeanit. Po, me gon avokat. Jo, ai di pse e them, e kam të rëndësishëm këtë emër McGonigal. McGonigal është njeriu që në një farë mënyre është ai personi që ka pamundsuar, le të themi, këtë rotacionin e 2021-shit me ndërhyrjet që ka bërë. Ka ndikuar drejt për drejt, ka pamundsuar. Jo, po them fjalën pamundësim për të qenë pak korrekt në lidhje me këtë. Pra, fakti që Berisha e risolli, është një mesazh ky për Washingtonin që shiko se ne jemi këtu ku jemi për shkak të kësaj situate, duke qenë se McGonigal është një nga njerëzit cilin Trump e urren maksimalisht me të drejtën. Është ka deklaruar. Unë nuk di domethënë që Trump të urrej Kim Jong-un dhe Vladimir Putin, jo me McGonigal. Për të vetmin ka thënë shkoft në ferr. Të paktën kur është dëgjoj këtu. Kjo çështja e urrëties, dashurisë dhe urrëties në politikë nuk ekziston fare. Kam pak ande për te oqeanit. Një. E dyta, unë nuk besoj domethënë që me vajtjen e Sali Berishës sot në SPAK, të gjitha mediat botërore, sidomos ato amerikane që janë drejtuar aty çfarë do thoshte Sali Berisha. Bëj vulgare fare. E treta, historia e McGonigal në Amerikë ka marrë fund. Ka mbaruar. Ka mbaruar. Madje ata për të ruajtur faqen e tyre të institucionit, ka fjalë, të FBI-t, vajtën dhe bën e detyruan McGonigalin që të bënte marrëveshje. Pra që të mos shkonte në një gjyq të hapur.
Nuk u bë gjyq për McGonigalin në Amerikë. As në gjykatën e Washingtonit pranoi dealin dhe u bë një gjyq i fshehtë, madje nuk u dol fare domethënë se çfarë historia. Pjesa më të madhe të gjës e kanë nxjerr mediat. New York Times, Washington Examiner, Washington Post e tjera në lidhje me këtë. Për Amerikën McGonigal është vullosur. Ajo që na intereson në rasti konkret është teza politike dhe juridike që yshtet Sali Berisha dhe ja drejton Spakut, sepse Spaku e ka në dorë. Po Spaku e ka pasur dhe këtu e para një viti oret. Ky Altin Duman ishte, po donte që ta bënte, po të një tjetër e bënte shumë kollaj. Ti po thua, mesazhi për kë ishte për qytetarët, ishte për ndërkombëtarët apo ishte për Altin Dumanin? Ishte për Altin Dumanin më së shumë tjetër për ndërkombëtarët nuk e shikojnë më fare këtë si histori. Dhe një herë them, çështja e non gratës së Sali Berishës, më së shumë ti vlen jo për atë personalisht, po për gjithë familjen. Sali Berisha është non grata me gjithë familjen, nuk është vetëm ai. Pra, Sali Berishës do interesonte heqja non gratës edhe para, sidomos, po edhe mbas. Edhe mbas do interesonte. Nëse do eci me idenë, si kundër thonë gojet e liga, që ajo parti mund të trashëgohet tek e bia, atëherë si mund të bëhesh kryetare e Partisë Demokratike në një të ardhme të afërt, Argita Maltezi Berisha në rast se do ishte non grata dhe ajo. Ta ka sens historia e non gratës për cilën ne po flasim. Berisha nuk e ka me qitje gjatë, them unë, nuk e ka sot për nesër. E ka për shumë për një të ardhme shumë të afër, edhe për te 12 maj që ne nuk e dim, a deli fituar. Në rast se PD-ja fiton, non grata ka rënë ret. Në qoftë se në 12 maj ose në 18 maj. S'ka vlerë thua. S'ka vlerë fare zero. Zero. Fiton dot PD-ja me non gratën në shpinë, kjo është pyetja. Shiko këtu, non grata nuk ka lidhje fare me votuesin shqiptar. Zero. Nuk ka më ret. Se ti mendon që ai që do shkojë të votojë Partinë Demokratike do mendoj prit një si të jap Sali Berishën, kjo është non grata? Doktor Ali Mehmeti tha që unë ka mbështetje ndërkombëtare këtë herë e kemi sikur se kemi pasur kurrë. Ku e kemi parë këtë? Shiko, mbështetja ndërkombëtare në Shqipëri, duke prit ta them. Kjo është e vërtetë që thot ai. Prit pra një sekond ta them. Është shumë e vërtetë. Të lutem. E di pse thot ai këtë? Sepse për herë të parë po shikoj që ndërkombëtarët nuk po ndërhyn fare. Fare, po e lën njerëzit merren vesh me këtë. Ti ke 10 vjet më ret, deri në 2022, deri në 2023, ambasadorën amerikane që të dilte të bënte fushat për Edi Ramën. Të dilte të thoshte mos votoni non gratat. Ti në 25 prill Më ka mbyll në njëma. Të 25 prill bëre zgjedhje, 25 prill 2021, në 26 prill akoma s'kishin filluar numëroshin votat. Ambasadori Yurikim të doli dhe tha zgjedhjet ishin qeta dhe të rregullta, e certifikoi zgjedhjet më burr. Pra ti ke pasur gjatë gjithë kësaj periudhe kohore, që nga 2013-14 ai këtej, ke pasur një ndërkombëtar të gjithë në kurrizë të opozitës. Të gjithë. Ai ka pasur në kurrizë opozita. Pse sot mos i japin një dorë opozitës ku sot po bëjnë një gjë tjetër. Autorët kryesorë sot po bëjnë një gjë tjetër. Sot po bëjnë një gjë tjetër. Po ta mbyll. Sot po bëjnë një gjë tjetër. Po bëjnë që kanë kuptuar që paraardhësit e tyre, se nuk janë këta që janë sot në Tiranë, nuk kanë qenë sot edhe 10 vjet. Këta tani kanë ardhur pjesa më e madhe e tyre. Paraardhësit e tyre kanë bërë idiotizma diplomatike. Gomarllëqe diplomatike. Madje edhe në penale po duash, por në këtë ligji shqiptar si kap ligji tyre. Më kupton? Dhe gjën më të thjeshtë që kanë gjetur diplomatikisht kanë thënë, më mirë qepim gojen. Nuk flasim dhe i lëm atë. Sot të kanë nxjerr Spakun që të çefikoj zgjedhjet. Nuk të kanë nxjerr më Amerikën apo Brukselin. Në 12 maj do dalin Spaku, do të thotë po zgjedhjet ishin në rregull, jo nuk ishin në rregull. Shiko, Almer, si e shef? Unë mendoj që Partia Demokratike e ka mbështetje ndërkombëtare. Fakti që një njeri Donald Trump, si Krisla Civita, pavarësisht përfaqëson apo Donald Trump, zgjedh të punojë me Partinë Demokratike, është një sinjal që ky njeri ka marrë një shkelje syri nga administrata Trump apo nga sondazhizin e Trumpit që është te një emision tjetër tani më burtë. Shiko ç'a ndodh. Duhet dish një gjë që duhet të dish një gjë. Krisla Civita ka marrë dhe ofertë nga Dirama dhe e ka refuzuar ofertën. Këtë se kisha dëgjuar. Po pra ka marrë ofertën. Ka marrë ofertën dhjetor Krisla Civita dhe e ka refuzuar. Edhe pse ka qenë dhe më e majme ekonomikisht, e ka refuzuar. Dhe zgjodhi Partinë Demokratike. Pse? Ata besojnë në ide, ata besojnë në qëndrime, ata nuk besojnë në kush e jep çantën, kush e mbush çantën më shumë. Ata që mbushin çantën më shumë
kur ishin në Shqipëri ishin dikur njerëz të George Sorosit dhe dihet se kush ishin, e kupton, dhe çfarë qëndrimi politik ishin në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që nuk janë më sot qeverisje. Unë besoj që ky është një faktor mbështetës. Faktori i dytë mbështetës cili është hapja e derës që ka bërë Europa dhe Partia Popullore, Partisë Demokratike. Çfarë do t'i bëjnë ato më shumë? Mjafton ta presin, ta dëgjojnë. Europa është kështu me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ka një gjë, mbështetje ndërkombëtare nuk quhet Turqia. Po më kupton, mbështetje ndërkombëtare quhet faktori Europë dhe faktori SBA. Këto dy linja politike janë sot deri dje që ishin nuk flisnin dhe nuk bëj fjalë për një mbështetje ndaj Partisë Demokratike. Sot janë qartazi pro Bashkuara të Amerikës. Po ku e ke u? Te Europa se ke, me PPE, me këto. Po mirë, a rezoluta që doli para 2 muaj, 3 muaj kur ishin për Partia Republikane. Politike është, unë them qëndrim të administratës Trump apo për të. Është tjetër gjë. Ka një gjë. Ta thamë pak ore. Tani po rezoluta ti thua se ku Shqipëria është kërthise botës apo administratë çuditë kanë detyrim. Po cili detyrim, se s'ka atyre Partia Demokratike është